Evropë, kryesisht tashmë kemi vetëm dritën që vazhdon të jetë në garë. Si pat paraqitjet e ekipeve kosovare, si vlerësoni? Në fakt, unë kom prit ma shumë për ekipeve kosovare, të paktën me kalu edhe një faza 2, pavarësisht që Dugaxhini ka pas një kundërshtar të fortë, Luganën, por duke pas parasysh ndeshjen e parë që ka bërë atje, e kom menu që kemi mundë ma mirë këtu, sidomos Malisheva, duke pas parasysh që ka dhe ekipin e mirë, edhe kishte një avantazh 2-0 dhe shumë shpejt e ushua i avantazh dhe normalisht ajo është ekip shumë e fortë me Malisheva që lujti, por pak më ka zhgëny Ballkani, sepse nuk është ekip e dop Ballkani, e ka eksperiencën ndërkombëtare dhe faktikisht ekipet të cilat e kanë eliminu Ballkanin nuk janë as përse afërmi të barabarta me Ballkanin. Menoj që më shumë nuk e ka pas ditën. Sa i përket dritës, ajo është në gara ende, por edhe drita ka mujtë më paraqit më mirë në fillim, sepse është ekip më mirë se ajo të cilët në Ligën e Kampionëve, ajo ekip që e ka eliminu, absolutisht nuk tani mo dihet mund mos qëndroj ky konstatimi imi për faktin që është eliminu drita, por realisht nëse e shohim në të gjitha statistikat dhe gjithçka tjetër, edhe nëse e shohim një nga një, domethënë ekipin, drita është shumë ekip më i mirë se ekipi i cili e ka eliminu nga Liga e Kampionëve, por ka vazhdu tash në gara, uroj dhe shpresoj me që prezentohemi me dritën të jemi edhe më tej në gara dhe më shumë, sepse kjo ka të bëjë me koeficientin e ekipeve tona, koeficienti i ekipeve tona dhe majtja e ligës në nivel tash ose ngritje, nga veni 34 e lartë, kjo ka të bëjë edhe me ekonomitë të klubeve, më shumë mirë të që vinë, por edhe me prestigjin e klubeve që vlerësohen edhe lojtarë, që është më e rëndësishmja, këto kisha pas qef me qenë të gjitha ekipet are fort që thojmë për se cilën ekip që lunë, edhe të shkojnë sa më shumë, por edhe are fort me se cilën ekip që eliminohen, për faktin që futbollistë tonë ashtu vlerësohen edhe më shumë, sepse besoni që fytyt janë nga Kosova tash, sidomos për menaxherëve të Evropës, të cilët shohin Kosovën si një pjesë që ka më shumë të talent, ju e patë që ka edhe vizitat të ndryshme, që po vinë këtu, domethënë, yje të ndryshëm, njerëz me vlerë, domethënë, për futbollin, që janë këshilltarë të shumë ekipeve dhe shohin talentin tonë këtu, por gjithsesi ju e keni pa që jo rastisht është formu edhe FIFA Akademi, që e ka Kosova, është i vetmi në region dhe është e treta në Evropë që është bo kjo akademi në mbikëqyrjen e FIFA-s dhe sigurisht edhe të gjitha financon FIFA, por edhe pjesën e zhvillimit e bojnë trajnerët e FIFA-s, që ne kemi një Gjerman, normalisht ka edhe trajnerët tonë që i ka ndihmës, por gjithçka që bëhet atë bëhet thjesht nga ata njerëz dhe ata i vlerësojnë dhe na i bien vlerësimet për secilin futbollist që e kanë marrë dhe që e marrin. Qëllimi i kësaj akademi është që të ngrit nivelin e talentëve tonë që i kemi, që më vonë të jenë potencial për ekipet nacionale. Kryetare, përmendet akademi, ju keni hapur edhe një akademi të